بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falënderimin dhe lavdrimin shofshin për Allahun xhalla wa ala. Atë falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavat dhe selamet shofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Me lejen e Allahut xhalla wa ala, vazhdojmë me shpjegimin e historisë së sahabëve më të nderuar të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhe jetë të përgëzuarit me xhennet. Sot me lejen e Allahu xhalla wa ala e kemi një sahabi të ri. Fjala është për Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu. Emri i tij është Sa'd ibn Abi Waqqas. Emri i babës të Abu Waqqasit është Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zura ibn Kilab, Abu Ishaq al-Qurashi az-Zuhri. Ndërsa nona e tij është Hamanata binti Abi Sufjan, ndërsa Hafidh ibn Hajari thot Hamanata binti Sufjan ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay. Ka ona e babës, Saadi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam takohet tek gjyshi i pestë, Zuhra ibn Kilab, ndërsa ka ona e nonës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam takohet tek gjyshi i katërt. Saadi radiyallahu ta'ala anhu kunjen e ka pas Abu Ishaq. E ka marrë këtë nofk për shkak djalit të tij të madh Ishaqut. Edhe nuk ka pas ndonjë nofk tjetër përveç saj. Radiyallahu ta'ala anhu. Kur e përshkruajnë fizikun e Saadit, e përmendin se ka qenë i shkurt me trup, me gishta, me dur të mëdha dhe gishta të trash, që kështu. Ka pas kime shumë trupin e tij radiyallahu ta'ala anhu, ka qenë zeshkan, edhe është përmend se ka ngjyros mjekrën e tij radiyallahu ta'ala anhu. Ka qenë mucanik me Talhan, Zubairin, Aliun radiyallahu ta'ala anhu. Bile kështu thot Ibrahim ibn al-Mundhir, kana huwa وطلحة والزبير وعلي عذراء واحد. Thot Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha, Zubairi dhe Aliu ishin të lindur për një vet. Domethënë kanë qenë moshatar që të gjithë radiyallahu ta'ala anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu me islamin, apo thon kështu, njohja e tij me islamin është qysh herët. Islamin e ka pranu prej sahabive të parë radiyallahu ta'ala anhu. Bile para ti është përmend se kanë pranu vetëm 3 ose 4 prej sahabive. Edhe islamin e tij përmendet se ka pa një ëndër radiyallahu ta'ala anhu, ka qenë duke ecë në errësirë, kështu ka ardhur në transmetime, ka qenë duke ecur në errësirë derisa u shfaq një dritë. Edhe ja ka mësy asaj drite me shku, kur ka arrit tek ajo dritë ka një zhurmë të njerëzve që po bisedonin, edhe aty ka taku, fjala është në ëndër, edhe aty ka takuan Abu Bakrin radiyallahu ta'ala anhu, Aliun edhe Zaid ibn Haritha. Aliun edhe Zaid ibn Haritha. I ka pyet se kur keni mrri këtë vend, ka thonë veç sa mrritëm edhe na. Veç sa mrritëm edhe na. Edhe të nesërmit kur është zgju radiyallahu ta'ala anhu, është përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë se
i ka ardhur shpallja. I ka ardhur shpallja. Si i tillë Saidi pejgamberin e ka njoft për drejtësinë e tij si njeri të mirë. Në atë kohë Saidi ka pas 17 vjet, sipas transmetimeve më të sakta në këtë pikë. Edhe ka dalë me hulumtu me gjetë pejgamberin alayhi salatu wassalam, e ka gjetë me një lugin, e ka gjetë kish pas dalë prej Mekës me një lugin edhe është afru, ka thënë o Muhammed, çka është ajo që kam dëgju për ty? Çfarë po thret ti? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu sa janë cilën po thrason është dëshmia se nuk ka zot tjetër që meriton adhurim përveç Allahu xhalla wa ala, edhe se mu Allahu më ka dërguar për me e kumtu këtë mesazh. Ja ka përmend mirësitë e Islamit edhe në atë vend Saadi radhiyallahu ta'ala anhu ka dëshmu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah. Dëshmoj se nuk ka kush që meriton me drejt adhurim përveç Allahu xhalla wa ala, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob edhe i dërguari i tij. Saadi radhiyallahu ta'ala anhu është njoft për respektin e madh ndaj prindërve që ka pas, posaçërisht ndaj nonës radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe nona e tij është orvat në disa mënyra për me e pengu Saadin prej fesë Allahu xhalla wa ala. Edhe nuk ja ka dalë. Derisa shejtani e mëson që me përdor një metodë që ndoshta Saadi kthehet. Cila është ajo? Ka vendos as mos me hongër e as mos me pi, sikur të na që njihet sot grev uri. As mos me hongër e as mos me pi. Edhe kështu me vazhdu derisa të vdes. Se i ka thonë Saadit, shife, unë kam vendos as mos me hongër e as mos me pi, derisa ti të kthehesh prej kësaj cilën e ke pranu. Po me bo vaki mos me u kthyti edhe me vdek unë, atëhera kanë me thonën njerëzit se Saadi e mbyti nonën e vetë. Me thonë, qysh je njoft për mirësi ndaj saj, mirësi ndaj saj, gjithashtu ka me u përhap tek njerëzit se Saadi e mbyti nonën e vetë. Saadin e ka mërzit ky fakt. Mirë po, kur besimi hyn në zemrën e besimtarit, nuk luhatet më. E na kemi përmend të këta sahabi disa herë se këta njerëz e kanë pas përni me këtë punë. Edhe për çdo ditë e viziton nënën e vet, ajo veç sa po lodhet, po del ndill gjatë ditës e kështu me radhë, derisa një ditë i thot, oj non, uria të ka mujt tyje, ejtja gjithashtu, kthehu edhe ha e pe dhe forcohu. Ajo ka thonë në kam vendosa derisa të vdes nuk kthehem. Atëherë Saadi thot, nga kosha për thot. Me i pas, thot me t'i dhonë Zotin 100 shpirta. 100 shpirta. Edhe me vdek një herë, e 2 herë, e 3 herë, deri 100 herë me vdek, kur unë nuk do të zbrapsem prej kësaj cilën e ka pranuar. Me një fjalë, Saadi radhiyallahu ta'ala anhu, këtë vend e ka mbyll derën e asaj që ka pretendu nona e tij se mos Saadi për shkak mirësisë që ka pas ndaj meje, po kthehet edhe po e lën fejen në cilën ka. Me i pas edhe 100 shpirta, me vdek e me ungjall, me vdek e me ungjall, unë nuk zbrapsem prej kësaj cilën e kam pranuar. Dhe me thonë, Saadi ka qenë prej të pareve që ka pranu Islamin. Bile thot, kështu askush nuk ka pranuar Islamin para ditës që e kam pranuar unë. Dhe me thonë, për një ditë. Për plot 7 ditë, unë kam qenë 1/3 e Islamit. Kështu shënon Imam Buhariu rahimahullah në sahihun e tij. Për 7 ditë kam qenë 1/3 e Islamit. Tek çështja e nonës vet, e përmendin, domethënë pasi Saadi ka vendosur që mos më u kthy, pa marrë parasysh a vdes nëna e tij ajo, thuhet se Allahu xhalla wa ala i ka zbrit shkak ka qenë kjo ngjarje
që Zoti I ka zbrit ajetet në surën Ankebut, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Edhe na e kemi porosit njeriun që të sillet mirë me prindrit e tij. Pastaj janë plotësuar në surën Luqman, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nëse ata ty o Muhammed, nëse ata ty të udhëzojnë apo të urdhërojnë për me I bën mëkat Allahut Jalla wa Ala, fala tuti'huma, mos I ngata. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Megjithatë, çështjet e dunjos sillo mirë me ta. Megjithatë, sa I përket respektin ndaj tyre, sillo mirë me ta. Ama kur është puna tek dini Allahu Jalla wa Ala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-Khaliq. S'ka me I bën me ju nështru krijesës, e me I bën gjunah Allahu Jalla wa Ala. Sa'di radiyallahu ta'ala anhu janë përmend disa shmethonën veçori, disa fadhail, disa mirësi me cilat është veçu Sa'di radiyallahu ta'ala anhu. Po I përmendin prej tyre disa, dashuria e madhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka shfaq për këtë njeri. Përgëzimi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Sa'dit ja ka bërë se ai do të jetë prej banorëve të xhennetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndodhur të ketë bashku dy prindrit e tij me I bë kurban për dikën tjetër prej sahabive përveç Sa'dit radhiyallahu ta'ala. Do ta shohim më vonë. Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu ka qenë prej atyre, bile I vetmin betejën e Uhudit që I ka pa me laçet të luftu krah muslimanëve. Ka qenë prej atyre që Allahu Jalla wa Ala edhe është vërtetu edhe është njohur prej sahabive që duas së tij Allahu Jalla wa Ala I përgjigjet. Ka raste që do t'i përmendim disa prej tyre. Ka qenë prej atyre që kanë nxitu me rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam natën. I pari që ka gjujt me shigjet në rrugën e Allahu Jalla wa Ala. Ka marrë pjesë në të gjitha betejat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj me Abu Bekrin, pastaj me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj në kohën e Uthmanit ka ndodhur fitnet mes muslimanëve dhe Sa'di posa që në kohën e Aliut është larguar. Siç kemi pa në fund, Sa'di është largu krejt fitnet edhe shmethonën të ndime që ka ndodhur në sahabive, Sa'di është largu. Bile ka jetu jashtë Medinës, afër, domethënë e kish pas ndrejt një shtëpi më herët atje, edhe atje radhiyallahu ta'ala anhu ka vdekë jo siç është përmend disa xhallar se ka vdekë në Kufe. Ja, Sa'di ka vdekë në atë vend që do ta shohim në fund. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu e ka dashur shumë. Edhe është lut për ta. Një ditë transmeton Aisha bia e Sa'dit. Thotë se përderisa ishëm me babën në Mekë, është smu radhiyallahu ta'ala anhu. Është smu Sa'di. Edhe është mërzit shumë, saqë është përmend transmetime se ka qajt. Kur e kam pyet pse po qan, ka thonë nuk po du me vdek në atë vend prej cilit jam largu. Se ky ka bëu hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ka thonë nuk po du me vdek në atë vend prej cilit jam larguar. Mirë po I thotë ja Rasulullah. Unë thotë kam pasuri shumë. Edhe kam veç një vajzë, veç Aishën radhiyallahu ta'ala anha në atë. Pastaj Sa'din Allahu Jalla wa Ala ka furnizu ma vonë me fëmijë shumë. A mund qatë kohë ka thonë I dërgumi Zotit, unë e kam veç një vajzë. Edhe pas vetës lo mall shumë. Çka thu ti 2/3 e mallit me elon sadak? Me elon krejt pasurinë te me sadak fillimisht. Pejgamberi thotë jo. Po 2/3 thotë jo. Po 1/3 atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e-thuluthu wa thuluthu kathir. Leja thotë këta, mirë po edhe kjo është shumë me. Si kur t'i lashe familjen tënde të pasur,
është më e mirë se sa me i lënë të varfër dhe me avshtri dorën njerëzve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka në disa transmetime e ka vëndu dorën e tij mbi gjoksin e Sadit, ka thonën o Allah, shëroje këtë njeri edhe shtoja ymrin edhe përgjigju luqës tij radhiyallahu ta'ala. Pastaj Sadi ka jetu kohë gjatë mas kësaj ngjarje radhiyallahu ta'ala anhu që Allahu xhalla wala e ka furnizu me fëmijë shumë. Saadi ka qenë prej 10 të përgëzuarve me xhennet. Prej 10 të përgëzuarve me xhennet. Përveç hadithit që zakonisht po dëgjojmë për çdo ders, që Abu Bekri në xhennet, Omerin në xhennet, Uthmani në xhennet, Aliu në xhennet e kështu me radhë, transmeton Ibn Hibani në Sahihun e tij një hadith për Ibn Umerit radhiyallahu ta'ala anhu i cili thot përderisa i shumë ulur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi tha: "Yadkhulu alaykum min hadha al-babi min dha al-babi rajulun min ahli al-jannati." Ka thonë tani do të hyjë për këtë derë një njeri prej banorëve të xhennetit. Kur e ka hap derën, ka qenë Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu thamë se ka marrë pjesë në gjitha betejat. Tu fillu prej betejës Bedrit. Në betejën e Bedrit, Sa'di ka tregu trimëri të madhe, një vllai ka vdekur në betejën, kanë qenë shumë të rinj. Mire kur e përshkruan betejën e Bedrit thot nuk kam pas asnjë kimë në fytyrën time. Çe kështu, tregon se është kon i ri kur ka luftuar atë kohë. E vllavi i tij ka qenë edhe më i ri se ky. Bile kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ka filluar me i këshir se kush janë pjesëmarrësin në Bedra, ajo më shef më Sadit. Se mos po e kthem pejgamberin prapsht. Ka marrë pjesë edhe ajo është vrarë radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa Sa'di ka luftuar në betejën e Bedrit dhe në betejën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur për ta. Është lutur për ta. Edhe ka thonën radhiyallahu ta'ala anhu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Irmi ya Sa'd", në betejën e Uhudit ka thonë ngjuj o Sa'd, "bi abi anta wa ummi", ka thonë o Sa'd, gjuj që kështu thot i bofsha kurban babën edhe nonën teme për ty. I bofsha kurban babën edhe nonën teme për ty. Aliu radhiyallahu ta'ala anhu thot kështu: nuk ka njeri prej sahabeve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për ta në këtë formë, sikurse që i ka bashkuar me i bë kurban prindët e tij, sikurse i ka bashkuar te Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu. Bele me një rast, pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: Allahumma saddid ramyahu, o Allah, boje që shtizat që i gjun ky burr mos shkojnë kot. Mirë po le ta godasin cakun. Wa ajib da'watahu, edhe përgjigju lutjes tij. Përgjigju lutjes tij. Në betejën e Uhudit një person prej pabesimtarëve i ka masakru disa sahabi të mbytur. Disa transmetime ka ardhur, ka dashur edhe flakën me javshti. Kur e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje, ka thonën: irmi ya Sa'd, gjuj o Sa'd, i bofsha kurban nonën edhe babën tim për ty. Thot ka gjujt Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu edhe ka godit atë njeri e ka qenë kokër shpinës. Ka ardhur në disa transmetime se ai person thot e lëvezke këtë farë prazmorën e tij në gjatë edhe në të majtë, që mos më mujt me gjuj dikush me qëlluan. E ka gjujt Sa'di, e ka godit edhe ka rënë shpinë me kom për pjetë, derisa ka ardhur në disa transmetime tjera edhe avreti i tij është zbulu. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qesh me çgjes të tij, me gjesën e tij që ka bërë. Disa transmetime ka ardhur, tash nuk e dim qeshurit e pejgamberit, a është për shkak se këto e ka goditën kokër shpinës e ka qit, a është për shkak që është gëzuar me saktësinë e Sa'dit radhiyallahu ta'ala anhu që ka pas. Në betejën e Uhudit, Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu është përmend në disa transmetime, bile te Sahih Muslimit përmend, thotë i kam pa dy njerëz
të cilët luftonin në djatën e të majtën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishin thot të veshur me tesha të bardha, ma ra'aytuhuma qablu qat. Kur asnjëherë si kanë pa më herët. Pastaj kanë përmend në komentim të hadithit, yani Jibril wa Mikail. Se Sa'di radiallahu ta'ala anhu në betejën e Uhudit i ka pa Gjibrilin edhe Mikailin që janë shmethonën formësun formën e njerëzve, kanë ardhë edhe kanë luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa'di radiallahu ta'ala anhu është njoft në historinë e tij se ka qenë prej sahabive që Allahu Jalla wa Ala i është përgjigj lutjes së tij. Përveç disa ngjarjeve të njoftura që janë edhe për kthyer në shqip, është një rast Sa'di radiallahu ta'ala anhu Aliun, Talhan, Zubairin edhe sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka dashur shumë. Ka hyrë thot me një tubim njerëzve të nejt, një person thot i fyen të Aliun, Zubairin edhe Talhan. I ka thonë mos i fy. Mos i fy shokët e mi. Që ishtu ka thonë? Mos i fy shokët e mi. Mos i fy vëllezërit e mi. Sa ata janë shokët pejgamberit, janë kështu. Ai ka vazhdu. Pastaj është përmend transmetim se ka marr abdes. Oshu i ka fal 2 rekate. Edhe është lut kundër këtij personi. Në çato momente thot ka ardhur një deve, edhe i ka da njerëzit, derisa ka ardhur tek ky person, edhe thot me gjoksin e saj është ul mbi ta, ashtu ka lëviz derisa e ka mbyt. Edhe jo ngrit njerëzit ka thonën urime për ty o Sa'd, Allahu Jalla wa Ala ju përgjigj lutjes tënde. Urime për ty o Sa'd, Allahu Jalla wa Ala ju përgjigj lutjes tënde. Ndërsa rasti tjetër, ka ngjarje të shumta që Allahu Jalla wa Ala ju shpërgjigj lutjes Sa'dit. Mirë po, ju e dini se pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te Abu Bekrit, Omer radiallahu ta'ala anhu e ka caktuar guvernator të Irakut. Sa'din e ka caktuar guvernator të Irakut. Edhe ka dashur shumë. Kur e ka caktuar atje, pas një kohe kanë zonë disa fjalë, disa shpifje me u përçu tek halife i besimtarve për Sa'din. Edhe Omeri si zakonisht ka dërgu delegacione me përcjell çka është puna e tij. Sikur i ka përcjell guvernatorët e tij ko pas kohe. Ama fillimisht Omerit s'ja ka marrë mendja që Sa'di është i tillë. Kanë folë për namazin e tij. Që s'po din mu falë. Bile për namazin ka ardhur transmetime që Omeri vetë ka pyet, çka është puna jote? Ka thonë ja emir al-mu'minin, unë thot namazin ja u fali sikur është fal pejgamberi me sahabët e tij. E zgjas në 2 rekatet e para Yatsin e shkurtojnë 2 rekatet e domethënë tretën e 4. Omer radiallahu ta'ala anhu ka thonë ky ka qenë mendimi im për ty. Transmetime tjera kur kanë folë për Sa'din, ka dërgu delegacion Omerin në Irak. Edhe kanë shku xhami për xhami. Kërkun me asë në xhami nuk është folë keq për ta. Krejt kanë thonën e kanë lavdru si njeri i mirë, si prisi i mirë, si udhëhes i mirë kështu me radhë, derisa ka shku tek një xhami e fisit Banu Abs, edhe është ngrit njonin kom. Ka thonë, pasi që po na kërkoni që në këtë formë, pasi që po na kërkoni neve, me vonë mendimin ton për këtë, ka thonën se ky njeri nuk del me nejt me neve, edhe nuk merr pjesë me neve në ekspedita kur dalim. Ky njeri nuk është i drejtë kur ndan, edhe ky njeri nuk flet drejt. As nuk është i drejtë kështu, do thot kur flet nuk flet drejt, po ka dash me thonë gënjen, po edhe kur gjykon nuk gjykon drejt.
Bile në disa transmetime ka ardhët e ka rimu fjallën e ti ky person. E ka rimu me rime ka përmen, në formë poezijës. O shu Saadi radiallahu ta'ala në kom, thot për mu po flet, për mu thot për i flet kjo fjallë, thot po. Thot o Allah, ky njeri, thot Allahumma in kana abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'a. O Allah, nëse ky njeri që po flet është gënjeshtar, edhe është ngrit me fol vetëm për sy e fatësi edhe shpife për mu, fa atil umurahu wa atil faqrahu wa arridhu bil fitan. O Allah, zgjatja ymrin këti, shtoja varfërin këti, edhe sprovoje me fitnë. Edhe sprovoje me fitnë. Ka ardhur në transmetime, ky njeri ka jetu gjatë, Saadi radiallahu ta'ala anhu ka vdek njerëzit e kohës ti, ky njeri ka jetu gjatë. Ja ka shtu Allahu ymrin, ja ka shtu fukarallakin. Bile se ka jetu gjatë, ka ardhur në disa transmetime tjera, edhe vetullat e ti i kanë rënë mbi sy. Qaq prej pleqnis. Edhe me krejt fukarallakin, se veç rrugëve tha ka me të donejt. S'ka pas kush që bisedon më me ta, se shukët e ti hecën, rrugëve thot dalke, qashtu në pleqni, kur kaloj kena i vajzë prantina, tha, e ngacmoj ke me fjallë. Allah e ka po kare në gjdo aspekt. Edhe kur e kanë pyet kush jetë e kështu, ka thonë shekhun meftun. Ka thonë jam një plak që Allahum ka sprovu. Asabetni da'watu Saadin. Ka godit mua lutja e Saadit. Allah i na rujt. Ka godit mua lutja e Saadit. E për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ittaqi da'wat al-madhlum. Ruju prej lutjes sa ati cilët i bohet zullum. Fa innehu lejse bejneha wa bejnehu hijab. Nga se lutja e ati që i bohet zullum, mes ti edhe Allahu Gjelle wa Ala nuk ka perde. Allahu i përgjigjet lutjes së ti. Bile në disa transmetime ka ardhë, wa in kana kafiran, edhe nëse ati cilit i bën zullum ti është pa besimtar. Ka ona e nonës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Saadin ka lidhje. Edhe bile në këtë kontekst, pejgamberi alaihi salatu wasallam Saadin e ka dash shumë dhe i ka thonë daja jem. E për me u krenu para sahabive, shpesh herë kur jënë konë me nëj mejlis, edhe ka hardë Saadi, ka thonë në kështu, hadha khali. Kjo është daja jem. Që në qëtë formë shprej. Kjo është daja im. Fali juri një mruun khalehu. A keni ju nëj kush kësi dajet që ka mune? Qaq e ka da shumë Saadin, radiallahu ta'ala anhu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë Aisha radiallahu ta'ala anha, një natë thotë erdhë në Medinë dhe ka qenë i lodhur. Ka qenë i lodhur prej udhëtimit. Edhe ka dasht me ra dhe me pushu. Afër Medinës, ka qenë kështu thotë, afër Medinës. Ka dasht me ra dhe me pushu. Çato momente thotë shkon të fol, edhe ka thonë si kur ti shkon dikush prej njerëzve që më kishë rujtë sonde kisha flejtë mirë. Thotë në ato momente veç kur e kim një zhurmën e kalit erdhë Saadi, radiallahu ta'ala anha. Thotë Aisha radiallahu ta'ala anha, ka flejtë mirë pejgamberi alayhi salatu wassalam atë natë, hatta sami'tu ghatitahu, derisa kom një dhe kërhamen e tij alayhi salatu wassalam. Ka qenë prej të parëve të cilët kanë gjujt shtiz në rrugën e Allahu Gjelle wa Ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ka qit me një ekspedit këta, Saadi me disa musliman të tjerë, pa prit mas me kasit pa besimtarët ju kanë dalë në rrugë. Edhe Saadi radiallahu ta'ala anhu ka filluar me i gjujt me shigjetën e tij edhe i ka mbrojt gjithë ata musliman
ky ka qenë shkaku për me imbrojt krejta të muslimanët, ka thonën, kam qenë i pari që kam gjujt në rrugën e Allahu Gjelle wa Ala me shqit. Rasti tjetër që e vërteton se Saadi ka qenë i pari që ka gjujt me shqit është ngjarja kur kanë thonë, kur kanë shpif për Saadin, se s'po din edhe me u fal, Saadi i ka përmend disa epitetet veta qysh ka qenë fillim. Ka thonë, kam qenë prej të parëve të cilët e kam pranu Islamin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka përmend pastaj kohën kur kanë jetu, kur i kanë bojkotu me kasit. Nuk kemi pas çka me hongër edhe çka me pi. Bile e përshkruan kështu, thot edhe buzët na janë qa. S'kemi pas kur gjë me hongër. Edhe përmend thot nevoja fiziologjike jone i ka përngja nevojës kafshëve. Që s'kemi pas çka me hongër. Pastaj thot, pas i pari kam qenë që kam gjujt me shigjet në rrugën e Allahu Gjelle wa Ala. Edhe i përmend disa ngjarje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj thot vin Banu Saad. Pastaj vin Banu Saad edhe më flasin, edhe më bojnë tuhmen fen time. Shifneni, Saadi radiallahu ta'ala anhu, edhe kjo ka qenë e njohur tek sahabit e vjetër, se kur e kanë përdor fen, kanë pas për qëllim namazin. Kur e kanë përdor fen, kanë pas për qëllim namazin. E për këtë arsye, çështja e namazit në fe nuk është e lehtë. Diskutimet, a konsiderohet musliman, as konsiderohet musliman, ato i mbesin diskutimet fiqhut, ama çështja e namazit nuk është e lehtë. Thot vinë sot këta njerëz me krejt këtë gjihad e këtë mundi që kanë pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shpifën thot në fenë time, gjëgjësisht në namazin tim. Saadi radiallahu ta'ala anhu ka qenë komandant i ushtërisë në kohën e Umejret radiallahu ta'ala anhu, janë shliru vendet të mëdhaja, e ky ka qenë udhëheci i ushtërisë, sikur el-Qadisije me persian të kështu me radhë, që njihet prej çlirimeve më të mëdha në historinë islame radiallahu ta'ala anhu. Pas vdekjes së Omerit, pastaj caktohet Omeri radiallahu ta'ala anhu i lën 6 persona për me u konsultu me zvete dhe me zgjedh një halife. Edhe kjo është vlerë e Saadit radiallahu ta'ala anhu. Se Omeri kur i ka lënë thot po i lën këta persona se e di që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka vdek edhe ka qenë i kënaqur me këta njerëz. Nëse zgjedhin Saadin, shiro Omeri lën atë çet porosi, për asnjë se përmend. Nëse zgjedhin Saadin, thot mirë është. Po nëse nuk zgjedhet Saadi edhe zgjedhen ndonjëri prej tyre, le ta merr thot Saadin si këshilltar. Radiallahu ta'ala. Se unë thot Saadin nuk e kam hek se kur është bërë kjo shpifje për Saadin në Irak, e ka largu Omeri prej guvernatorit. Ma vonë ka dosh me kthy, ka thonë ja jam nuk thena tek ata njerëz që shpifin për mua. Thot unë Saadin, thot nëse e caktojnë Saadin khalife mas meje, mirë është puna. Po nëse caktojnë ndonjërin, atëherë thot le ta merr Saadin si këshilltar, se pozita e tij është kështu edhe kështu edhe kështu në Islam. Unë se kam largu, thot Saadin, se s'kam qenë i kënaqur me ta. As nuk e kam largu anë tuhmetin. As nuk e kam largu për shkak shpifës që kanë bën ata njerëz. Domethënë Omeri radiallahu ta'ala anhu Saadin e ka vlerësuar shumë. Edhe ka porositur që nëse nuk zgjedhet khalife, atëherë le të është këshilltar i ndonjërit prej tyre. Me vdekjen e Uthmanit radiallahu ta'ala anhu, Saadi e ka ndresh një shtëpi pak më larg Medinës. Edhe kur fillojnë fitnet mes muslimanëve, du i pas parasysh hadithet e përgjithshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që flasin kur thonë innaha satakunu fitan, kanë me pas fitne edhe sprova të ndime mes muslimanëve. Ai i cili është ul, është më i mirë se ai që është në kom. Ai që është në kom është më i mirë se ai i cili ec për fitne. Ai i cili është të shku për fitne ngadalë, është më i mirë se ai i cili vrapon për fitne. Krejt këto hadithe të i pas parasysh, Saadi është larguar.
është largu edhe nuk ka marrë pjesë me asnjë sprovë dhe fitnë që ka ndodhur me sahabive. As nuk ka marrë pjesë në betejën e Devës, as nuk ka marrë pjesë në betejën e Sifinit, me asnjë fitnë që ka qenë me sahabive, Saadi radhiyallahu ta'ala anhu nuk ka marrë pjesë. Bile Aliu radhiyallahu ta'ala anhu e lavdron qëndrimin e Saadit edhe Ibn Umerit radhiyallahu ta'ala anhu në këtë rast. Se ka dhe disa sahabi tjerë të cilët nuk kanë marrë pjesë me fitnë hiç. E lavdron qëndrimin e dyve, edhe thot kështu. Wallahi la in kana dhanban yani i'tizaluhuma. Ka për qëllim largimin e Saadit dhe Ibn Umerit. Sikur të ishte mëkat, largimi i tyre që larguar prej fitnave, komplet as kanë marrë pjesë, thot sikur të ishte mëkat, innehu la saghirun maghfur. Sikur të themi se largimi i tyne është mëkat, kish me qenë mëkat i vogël që Allahu xhalla wa ala e fal. Wala in kana hasanan, e sikur të ishte punë e mirë, thot innehu la adhimun mashkur. Kish me qenë punë e madhe që falenderohen këta njerëz për këtë veprim. Punë e madhe që falenderohen këta njerëz për veprim. Saadi radhiyallahu ta'ala anhu në vitin 55 Hijri, sipas transmetime më të sakta, se ka disa transmetime ka 53, disa transmetime 55, disa 56, disa 59, mirë pa Hafidh ibn Hajeri rahimahullah thotë se kjo është transmetimi më i saktë. Në vitin 55 sipas Hijretit, smuhet radhiyallahu ta'ala anhu. Smuhet radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe në momentet e vdekjes, para se me vdek, do me thonë, ka pas, e përmen Ibn Sa'd dhe të tjerë dikur 76 vite. Jo mbi 80, 76 vite. Smuhet radhiyallahu ta'ala anhu, edhe djali i tij thotë kam pas në prehen. Kam qajt për gjendjen e tij. Kam qajt thot për gjendjen e tij. Edhe Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu i ka thonën, pse po qanë? Thot për shkak pozitës edhe shpëthon mundimeve tua që i kinë momentet e vdekjes. Thot radhiyallahu ta'ala anhu, la tabki, fa inna Allaha la yu'adhibuni abadan. Mos qaj, se Allahu Jalla wa Ala kur s'ka më mdenu mua. Wa inni min ahlil janna. Edhe unë jam prej banorëve të xhenetit. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dëshmuar këtë për mua. Thot Imam Dhahabi rahimahullah mas se ti transmetimi. Qultu sadaqa wallah. Pasha Allah thot vërtetën e tha. Fahani'an lahu. Lum ai i lumi. Lum për ta se çka e pret në ahiret. Ka ardhur disa transmetime tjera kur i ka ardhur vdekja, i ka thonë djalit vet, thot shifen atraft aty. Ka thonë çka ka? Thot e kam një gjybe me të cilën e kam rujt për këtë ditë. Është gjybe me të cilën kam marrë pjesë në luftën e Bedrit me ta. Edhe kam rujt për këtë ditë me mbuluan kur vdes, radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe vdes Saadi, e morrin prej asaj shtëpie, se në atë shtëpinë ku ka qenë atje ka vdek, që është largu prej sprovave, prej fitnave, aty ka jetu. E morrin Saadin radhiyallahu ta'ala anhu edhe bin në Medinë për me varros. Nonat e besimtarëve, radhiyallahu ta'ala anhu, ne kanë kërkuar me afal xhenazën. Edhe i kanë afru të gëdhomat e tyre ku kanë qenë, ja kanë falë gjenazën Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Salama radhiyallahu ta'ala anhu, lemma mate Sa'd, kështu thot Dhahabi, kur ka vdek Sa'di, edhe kanë afruan tek shtëpia e saj për me afal gjenazën, thot ka fillu me qajt, pas e ka fal gjenazën. Edhe ka thonën, vdeq ai i cili kishte mbetur prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
thot baqiyetu ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ka vdek, shme thon ai që ka mbet prej sahabës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot Ibn Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu, كان سعد ابن سعد طبقات الكبرى thot kështu, كان سعد آخر المهاجرين وفاة. Prej muhajgjerëve të fundit që ka vdek. Ka qenë muhajgjiri, se muhajgjerët janë ata që kanë prej Mekës në Medinë, ndërsa ansarët janë medinalit. Ka thonë në muhajgjiri i fundit që ka vdek, ka qenë Saadi radhiyallahu ta'ala anhu. Elusum Allahun Jalla wa Ala që ta mëshiroj Saad ibn Abi Waqqasin. Elusum Zotin që të na bashkoj me këta burra në ahiret. Se i dojmë ata. Dashuria ndaj tyre kemi thonë se është fe edhe iman. Na normal s'kemi pas fatin me jetu me këta burra. Mirë po, alhamdulillah, e jetojmë edhe përqojmë ata të cilën e kanë transmetu këta burra. E dashuria ndaj tyre shpresoj te Allahu Jalla wa Ala që të na bëjë një ditë bashkë me ta. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el mar'u ma'a man ahab. Njeriu në ditën e Kiametit do të jetë me ata që i don. Edhe dëshmojmë para Allahu Jalla wa Ala se i dojmë ata. I dojmë ata se ata e përçun fejen e tij sallallahu alaihi wasallam. Se sikur musteshin ata burra, sot a thu vallë ku ishin. Allahu Jalla wa Ala i mëshiroft. Allahu Jalla wa Ala ma ata në xhenet na bashkoft. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.